Gjesti bisedon me Gertën në një cep të oborrit, larg syve dhe veshëve të tjerë, duke ndarë mendimet e tij për situatën brenda shtëpisë. Me një ton të sigurt dhe një shprehje të lehtë ironike në fytyrë, ai I thot Gertës se, sipas tij, Loredana është shumë më e fortë se Laerti dhe se ai nuk është as pak një lojtar I denjë për të vazhduar më tej në garë. Shiko Gerta, unë mendoj se Loredana është më e fortë se Laerti në çdo aspekt. Ajo ka një karakter më të fortë, di të luajë më mirë, di si të mbrohet dhe si të ndikojë tek të tjerët. Ndërsa Laerti ai thjesht ka mbaruar. Nuk është për këtë lojë, thot Gjesti duke tundur kokën. Gerta e dëgjon me vëmendje, duke e parë drejtë në sy. Pse mendon kështu për Laertin? E pyet ajo, duke u përpjekur të kuptojë më shumë nga mendimi I tij. Gjesti buzëqesh pak dhe shtrëngon supet. Sepse ai nuk ka strategji, nuk ka qëndrueshmëri. Ai thjesht ndjek të tjerët, nuk është një lider. Nuk di të bëj asgjë për të qëndruar në lojë. Nuk ka luftuar kur vërtet për veten e tij, shpjegon ai, duke bërë një gjest me duar për ta theksuar edhe më shumë mendimin e tij. Gerta e dëgjon me kujdes dhe tund kokën, duke reflektuar mbi ato që po dëgjon. Ndoshta ke të drejtë, thot ajo pas pak, duke menduar mbi sjelljen e Laertit gjatë javëve të fundit. Gjesti qesh dhe vazhdon, beson, nëse Loredana dhe Laerti do të përballeshin në një sfidë, Loredana do të hante të gjallë. Ajo ka energji, ka forcë, di si ta mbaj veten. Laerti thjesht është duke u zvarritur në këtë lojë dhe s'ka për ta çuar dot deri në fund, shton ai me një ton të bindur. Biseda mes tyre vazhdon edhe për disa minuta, ndërsa analizojnë lojën e banorëve të tjerë, por një gjë është e qartë, sipas Gjestit, Laerti ka humbur fuqinë e tij dhe nuk është më një konkurrent I fortë.